Partia Demokratike ka denoncuar një skem sipas saj klienteliste që ka në qendër një kompani në zotrimin të Dritana Gollit, aktualisht kreu i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. PD denoncon se përmes kësaj firme dhe duke shfrytzuar postin, zyrtari i lartë po përfiton shumë të majme nga institucione të tjera shtetërore. PD sinjalizon edhe për procedura të dyshimta tenderuese të institucionit që Agolli drejton. Dritana Golli ish drejtori i urbanistikës, më pas administratori përgjithshëm i Bashkisë Tiranë, njëkohësisht ish antar i bordit të UKT. Prej shkurtit 2019 mban detyrën e drejtorit ekzekutiv të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i cili shpenzon rreth 240 milion euro në vit me tendera. Përveç shkeljeve të konstatuara nga KLSH për punime të pakryera dhe shkelje të afateve në zbatimin e kontratave, lidhur me procesin e rindërtimit dhe jo vetëm, Agolli është cituar si emër i cili përveç tenderave klientelist ka shfrytzuar postin për përdorimin e fondeve publike në favor të familjarëve dhe miqve, tha këtë të shtunë nga Selia Blu, zëdhënësja antikorrupsion në Selim Blu Genta Vangjeli.